Pak ditë më parë, nëpërmjet një kronike problemore, trajtua mungesën e sinjalistikës në rrugët e qytetit, por ndërsa të gjithë hasim këtë problematik, kujtohemi që të ruajmë dhe atë pak sinjalistik që kemi në qytet. Pamjet e marra gjatë paraditës së të shtunës tregojnë se si është dëmtuar tabela informuese e shpejtësisë dhe barierat ndarëse në krye të rrugës. Në bulevardin e Pitam nuk është hera e parë që ndodh kjo dukuri. Pamjet tregojnë se gjatë natës tabela është dëmtuar dhe ka rënë në tokë, po kështu dhe bariera që ndan rrugën nga trotuari është dëmtuar ndjeshëm. Një tentativ parkimi apo ndonjë përplasje e mundshme gjatë natës ka bërë që të shkaktohen dëmtimet. E ndërsa pritet që të merren masa për sistemimin e tabelës së dëmtuar dhe barierës, pyetjet që lind natyrshëm është, edhe sa herë të tjera duhet të ndodhë kjo situatë që të merren masa. Në këtë rast autoritetet ligjzbatuese në qytet nuk reagojnë, çka bën që përgjegjësit mos të përballen kurrë me pasoja. Në mosmarrje të masave, situata përsëritet, duke bërë që këto pamje të shihen sërish.